Në tërheqjen e djeshme, ekspertët e huaj propozuan kriteret të posaçme, të paktën për gjyqtarët dhe prokurorët, sa i takon masave të sigurisë, sidomos ato të arrestit në burg. Çfarë ndryshimesh do të bëjë ose propozimesh do të bëjë Ministria e Drejtësisë sa i propozimit bërë ditën e djeshme nga ana e tyre, pasi ishte një propozim i rëndësishëm, dhe pyetja e dytë ka bëjë sërish me ngjarjen që ndodhi në paraburgimin ose në burgun e Durrësit, ku krahas aratisjes atje pati dhe shumë të cilët janë me dënime ose parashikohen janë në paraburgim për vepra të rënda penale që ndodheshin në këtë paraburgim dhe ndërkohë që u transferuan më pas. Kur dihet që burgu i Durrësit nuk ishte një burg i sigurisë së lartë, të paktën takon veprave që ata akuzohen. A ka një hetim ose një analizë të kësaj çështje në lidhje me këta persona, si kanë qëndruar në atë burg? Përfshi këtu dhe Altin Docin, i cili në fakt kishte vepra penale të rënda dhe lidhur me pyetjen e parë, në fakt tërheqja e djeshme ishte një mundësi e shkëlqyer për të bërë së bashku gjithë aktorët kryesorë në vend në fushën e drejtësisë. Ishin profesorë të lartë të organeve të drejtësisë dhe një diskutim shumë informues dhe konstruktiv, do të thoja, i nxitur nga prezantimet që u bën si nga drejtori i përgjithshëm për drejtat e njeriut dhe shëndimi e ligjit në Strasburg, në Këshillin e Evropës, po ashtu dhe nga dy magjistratë të nderuar, të cilët njohin shumë mirë kontekstin aktual në Shqipëri dhe kanë përgatitur për llogaritë të Këshillit të Evropës dy raporte shumë të vlefshme, do të thoja, përfshi dhe rekomendimet që ju citoni, ku me të drejta të thonë që ka ardhur koha që Shqipëria të përqafojë plotësisht standardet e aplikuara si nga Gjykata Evropiane me Gjykata Evropiane për drejtat e njeriut, po ashtu dhe të zbatueshme në nivel të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, atyre të cilët ne sigurisht ne duam t'i parafrohemi edhe në kuptim të integrimit evropian, ku konkretisht erdhën me masa konkrete pra që kanë të bëjnë si me pragun që duhet të zbatohet për veprat të caktuar, duke ndarë ata veprat e lehta dhe veprat e rënda, pasi nuk ka kuptim që veprat e lehta të ndiqen në gjendje paraburgimi, përkundërzi ato janë vetëm kosto humane, janë kosto financiare, janë kosto njerëzore dhe nuk përbëjnë kurfar rreziku pra që mund të citohet a priori në vendimet e gjykatave për të njohur këtë kërkesë të prokurisë për futjen e paraburgimit të personave për vepra të lehta dhe pa rrezikshmëri të theksuar shoqërore. Dhe ata propozojnë vinë me një propozim konkret, pra qoftë një më spaku apo deri në 3 vite, pra për vepra të dënueshme deri në 3 vite mos aplikohet, duke parë as pas rasti sigurisht që përket autoritetet shqiptare që ta vendosin këtë, dhe kjo kërkon një analizë të theksuar, të kujdesshme, pra se cilat janë ato vepra që mund dënohen aktualisht deri në 3 vite, por që për nga vetë natyra e tyre ndoshta mund të përjashtohen nga ky rishikim, dhe nga ana tjetër ato prekën me të drejtë dhe nevojën e përcaktimit shumë qartë të kufive deri ku mund të aplikohet masa e paraburgimit. Pra, derisa vite mund të zgjasen paraburgim një person, si për një vit maksimumi për vepra deri të mesme që ato e klasifikuan, pra të një rrezikshmëri jo të theksuar, por që gjithsesi kërkon vëmendjen e autoriteteve, apo deri në 2 vite për vepra të rënda. Kështu që patjetër kjo në kupton një përgjegjësi të shtuar dhe për organet e drejtësisë që të kryejnë veprime hetimore dhe të një procesi tregut ligjor në kohën më shpejt të mundshme. Pasi sigurisht drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Lidhur me transferimin e personave, patjetër pjesë e vendimarrjes për të transferuar këto persona nga burgu i Durrësit në bugjet të sigurisë më të lartë, konkretisht Peqinit dhe Fierit, u bë pikërisht mbi bazë të një informacioni që u diskutua së bashku me drejtuesit e përkatësisht të drejtorisë përgjithshme të bugjeve dhe shërbimit kontrollit brendshëm të bugjeve, dhe unë mendoj që ishte vendimarrje e duhur dhe e drejtë. Dhe nga ana tjetër, sigurisht duke qenë dhe në presionin e mos krijojmë situatë të bipopullimit në bugje, për shkak se
kjo nuk kupton një presion të shtruar mbi ato bugje ku kalojnë dhe personat e transferuar, po nga ana tjetër dhe marrë këtu në konsiderat nevojën për ndërhyje dhe përmirësim të infrastrukturës të sistemit penitenciar, përfshi rikonstruksionin që po bëhet në JVP Fushkruj. Ishte e nevojshme që persona me rrezikshmëri të ulët të kalonin drejt burgut të Durrësit dhe nga ana tjetër ato me rrezikshmëri më të lartë, të cilët nuk mund të qëndronin më në godinën e cila po i nështrohet rikonstruksionit, të shkonin drejt bugjeve të sigurisë më të lartë. Ky është një proces që bëhet sigurisht mbi bazë të evidencave, informacioneve për cilët nga Drejtoria e Përgjithshme e Bugjeve, duke marrë në konsiderat veprat penale që këto persona kanë kryer dhe duke marrë në konsiderat dhe nivelin e sigurisë që paraqesin bugjet ku ato transferohen. Patjetër është një element shumë i rëndësishëm që duhet trajtuar me shumë kujdes dhe vëmendje në vijimësi dhe ju garantoj që për këtë jam çdo ditë dhe në çdo kohë i vëmendshëm si për të kërkuar informacion, por edhe për të garantuar që çdo vendim është i mirë informuar dhe është i duhur. Edison Kurani, Agjencia e Lajmeve NOA. Zoti Ministër, duhet ju pyes në lidhje me amnistin dhe zgjerimin që ju keni bërë së fundmi dhe po e paraqisni në qeveri. Pyetja është sa ulet ngarkesa në institucionet e vuajtjes së dënimit e mjediset të paraburgimit, pra do të ketë më a shfryhet mbi popullimin që ndodh deri tani dhe në vazhdim të kësaj pyetje. A mendoni se duke qenë se Kodi penal bën ndryshime të herpashershme. Amnistia janë bërë dhe më parë, megjithatë mbi popullimin në burgje ka vazhduar. A nuk mendoni se prapë do të përsëritet dukuria, pra ju do të ulni ngarkesën në burgje me amnistinë e re dhe deri në amnistinë e radhës do të ketë mbi popullim? Si mendoni, do të ndodhë sërish kjo apo keni marrë masa për ta shmangur? Faleminderit. Faleminderit, pyetja shumë e drejtë. Në fakt, në kuptim të shifrave, unë përmenda më herët që janë 1280 persona të cilët gjenden sot në sistemin penitenciar, qoftë në statusin të dënuarve, apo të paraburgosur, të cilët përfitojnë nga amnistia, që do thotë 1280 persona të cilët lirohen nga populata aktuale për 4982 persona, që do thotë është e ndjeshme në kuptim të çlirimit të kapaciteteve aktuale të sistemit të burgjeve. Por, duhet të theksoj që krahas problematikës që duhet shmangur për mbi popullimin, amnistia në vetvete nuk ka vetëm këtë qëllim, përkundërzi ka shumë herë më tepër qëllimin human, që ka të bëjë pikërisht me ofrimin e një mundësie të dytë ndaj atyre personave të cilët nuk kanë më arsye të qëndrojnë në kushte të privimit të lirisë, por edhe atyre që përfitojnë nga shkruajtja e ndjekjes penale, pasi duhet ketë një kohë të arsyeshme ku organi akuzës duhet të përfundojë hetimet dhe mos zgjaten ato pafundësisht dhe personit i nështrohet një presionit të vazhdueshëm për 1, 2 apo edhe më shumë viteve që është në hetim dhe çështja e tij nuk ka marrë zgjidhje. Kështu që patjetër këtu ka të bëjë me sparje me drejtat dhe liritë themelore të çdo kujt, për t'ju nështruar një procesi të rregullt ligjor, është përgjegjësia e organeve disbatuese dhe të ndjekjes penale që të garantojnë që detyrat e tyre kryhen në një kohë sa më shpejt të mundshme dhe të arsyeshme, por këtu duke vënë theksin dhe tek fakti që amnistia nuk i shërben, pra nuk shkon as në favor të personave që janë përfitues të përdet në kuptim të ato e kanë kryer, konsideroj që ato kanë kryer pjesën e konsiderueshme të vuajtjes së dënimit dhe rrjedhimisht nuk mund të pretendohet që mund të ketë efekt rehabilitues apo reintegrues për disa vite më shumë dhe prandaj amnistia ofron një mundësi të dytë për këta persona, po ashtu edhe fakti që patjetër kjo politik, pra amnistia, marrë në kombinim dhe me politikën